Dy artistë të penelit, piktori i popullit Gurimalli dhe mjeshtri i madh Abbas Hado, u paraqitën para ardarësve të kryeqytetit në ekspozitën titulluar Together që u çel në Maritim Hotel Plaza. Pavarësisht se janë dy identitetet spikatra që përkasin epokave të ndryshme, njëri me realist dhe tjetri me nota ekspresioniste, veprat e tyre flasin me të njëjtën gjuhë universale, atë të ngjyrave, formave, drithijeve e kontrasteve që nëpërmjet motiveve të larmishme dhurojnë kënaqësi estetike. Piktori Korçar Gurimalli është ndarë nga jeta në moshën 67 vjeçare, por ka lënë gjurmë të pashlyeshme dhe një kontribut të çmuar në historinë e artit shqiptar, me një galeri të pasur veprash në gjeni të ndryshme. Nuk është herë e parë që Hado i prezanton veprat e tij bashkë me ato të piktorit të popullit Gurimalli, të cilit i ka kushtuar edhe një monografi, duke dëshmuar dashurinë dhe respektin për profesorin e tij. Mjeshtri i penelit Abbas Hado, që ka kthyer në traditë të paraqitet çdo vit para ardarësve me punimet e tij, në këtë ekspozitë ka sjell 17 peizazhe në akrilik. Hado është piktor, grafist, studiues dhe menaxher arti. Ai ka kryer studimet në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë për pikturë monumentale dhe u specializua si kritik arti. Punimet e tij ndodhen në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë dhe në mjaft koleksione private në Itali, Japoni, Austri, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Norvegji, Gjermani, Greqi, Angli dhe Kinë. Një nga veprat e tij është në fondin e veprave të artit të mbretëreshës së Anglisë. Për shumë vite me radhë, Hado është drejtues i emisioneve me temë artin dhe kulturën në mediat televizive, tashmë me emisionin Art dhe Art në radio-televizionin shqiptar. Çdo vit unë bëj nga një ekspozitë, këtë radhë ne menduam që ta bëj një ekspozitë e cila do kishte një sipërmarrje tjetër, që së bashku me Gurimallin, gjemikun tim vjetër, profesorin tim, ne me familjarët e tij ne menduam që ta organizojmë si vjet bashkërisht, duke quajtur Together, pikërisht për të treguar bashkimin e dy brezave, se si mund të akordohen dy breza në një harmoni ngjyrash, në një harmoni pamjesh të ndryshme, një emocionesh të ndryshme, por që i lidhte ajo ndjesia për ngjyrën dhe shpirti i ngjyrës. Kjo ekspozitë ka diçka të veçantë, vije të re, shumë ajër, dritë, diell, plot ngjyra. Shiko, ngjyrat ka njerëzit e mirë, ka njerëzit i kanë shpirt. Po ta shohësh ekspozitën është dominohet nga ngjyra, nga drita, nga ajo që tha ty, nga atmosfera, si ke Gurimalli dhe tek mua. Sigurisht që ne përfaqësojmë dy epoka të ndryshme, dy epoka të cilat kanë pasur problematikat e veta dhe periudha para viteve 90, por edhe mbas viteve 90 dhe në vazhdimsinë kemi problemet tona, të cilat shpeshherë ne mund të ngarkojnë emocionalisht, mund të ngarkojnë edhe me stres, por njeri që diti japi drejtim ose ditë ta jetojë dhe ta gëzojë jetën, e shef atë me një dritë, me ngjyrë dhe me muzikalitet dhe me harmoni. Profesor, për shumë vite ju keni drejtuar Galerinë Kombëtare të Arteve, tashmë dihet që ky institucion nuk funksionon, është mbyllur prej shumë kohësh. Sa ndihet mungesa e hapësirave për të ekspozuar, është një problem kjo për artistët e penelit? Sigurisht që do të kemi parasysh që Galeria e Arteve ka një program tjetër, ka një agjend tjetër, jo vetëm me ekspozita, ajo po punon shumë mirë, ka një plan që të kthehet në Muze e Arti, dhe kjo është një lajm i mirë për gjithë krijuesin shqiptar, por edhe për atë çka është krijuar, se janë gati 5000 eksponate që janë vepra arti që disponon fondi i galerisë, dhe sigurisht që mungesa ndihet jo vetëm, por ndihet ke vizitorët, tek publiku. Por kjo do kalojë shpejt sepse shumë shpejt po ndërtohet dhe po është në fazat e fundit, faza e parë e kësaj godine të kthehet në Muze Arti. Sigurisht që unë jam në një moshë që kam një vazhdimsi djathtë në fushën e artit, po thuaj se janë rreth 60 vjet. Është një rrugë e gjatë dhe sigurisht që ka arritjet e veta, ka ato, si të themi, sukseset e veta, por ka dhe dëshimet e veta. Është një rrugë artistike e gjatë, në një vend ku vërtet
Ne nuk i kemi gjithçka të zgjidhur, të sistemuar dhe gjithçka e luftojmë për të arritur vetë, por përgjithsisht unë e thash pak më parë që jam njëri optimist, jam njëri që punoj shumë, jam njëri që realizoj shumë dhe merrem me disa fusha të krijimtarisë, bëj dhe studime, kam botimet e mia në fushën e studimeve të artit, bëj dhe një emision televiziv, kam futur për herë të parë ankandet në Shqipëri, në ankandet televizive, në një nga televizionet më të rëndësishme që është News 24, në atë kohë për lajmet, dhe aktualisht vazhdoj të kem një emision timin ku analizoj vepra arti dhe i inkurajoj artin shqiptar për të arritur sukseset dhe për të bërë e njohur në arenën ndërkombëtare. Sigurisht që këto janë pjesë të punës, këto për hir të vërtetës unë kam qenë shumë i kënaqur dhe shumë i lumtur që më zgjodhën në rasti të jem pjesë qoftë ke Galeria Kombëtare, qoftë ke Ministria e Kulturës, qoftë edhe tek Bashkia e Tiranës, sepse në të tre këto institucione ne kemi vendosur ose kam mundur të bëj disa gjëra të cilat kanë qenë pozitive, të cilat edhe sot e kësaj dite janë dhe kanë një impakt, si që është ajo me lidhje ndërkombëtare. Kujtoj këtu në Galerinë Kombëtare, kujtoj që ne patëm një bashkëpunim të shkëlqyer me galeritë më të mëdha të botës, siç është në Republikën Popullore të Kinës, në Shtetet Bashkuara të Amerikës me qendër Meridian dhe Andrei Rublev në Rusi. Nuk po flas për institucione tjera, qoftë për Gjermani, qoftë edhe për në Itali, por mund të them këtë që edhe në Francë ne për herë të parë arritëm që të fusim në laboratorin e Louvrit, të çojmë për të restaurim veprën kryesore që ka historia e artit shqiptar, motrën tonë, ku restauruar në laboratorin e Louvrit, e cila për hir të vërtetës do të thonë që ishte për herë të parë eksperimentonte që të merrte një vepër nga jashtë të Louvrit për ta restauruar, dhe kjo fal kujdesit që tregoi në atë kohë një nga përgjegjësit e muzeve të Francës, Pascal Amon, një miku im personal. Ne bashkëpunuam ngushtë në atë kohë dhe i dham prioritet këto lidhje që thash me shtetet më të mëdha të botës. Ne ishim një galeri e vogël, por kishim një përkraje, një këtyre qendrave që thash dhe galerive të këtyre vendeve, veçanërisht do të theksoj që në Republikën Popullore të Kinës ne patëm një marrëveshje e cila më vonë u konkretizua me një ekspozitë shumë të rëndësishme në Galerinë Kombëtare të Shqipërisë, që ishte pjesa e trashëgimisë arti popullor që ishte në fondin e Galerisë Kombëtare të Pekinit, ndërkohë që më vonë u qua dhe një ekspozitë e portretit shqiptar, po në këtë Galeri Kombëtare të Republikës Popullore të Kinës. Pas bashkëpunimit institucional që ju keni vendosur me Republikën Popullore të Kinës, shumë vite më parë kur ishit drejtues i Galerisë Kombëtare të Artit, ka patur një intensifikim të marrëdhënies mes artistëve të dy vendeve dhe shumë piktorë shqiptar kanë ekspozuar dhe vijojnë të ekspozojnë apo të japin leksione në Kinë. Shiko, është një e vërtet që ajo ishte, si të themi, ne shtruam një rrugë të mbarë, një rrugë që dashamirëse, e cila edhe nga pala kineze, për hir të vërtetës, u pa me shumë interes, jo vetëm në atë kohë, por edhe në vazhdimsi. Unë kam qenë dhe më vonë prapë në një vizitë tjetër në Kinë, kur isha në Bashkinë e Tiranës, dhe sigurisht që ato janë shumë të qartë dhe më vjen mirë, ata kanë një dashuri për këto vend, pavarësisht se si janë politikat, në art ata i kanë hapur rrugën shumë artistëve, siç është Eri Donaliti, siç është Miloti, Alfred Mirashi, që i pëlqen të quajmë me emrin e artit, që sot shkojnë në Kinë, japin leksione, hapin ekspozita, mirëpriten dhe sigurisht kanë publikun e tyre dhe kanë Elidoni, po sa harrohet që janë të dy ish nxënësit e mi, studentë e mi, dhe më vjen mirë që kemi këto marrëdhënie, sepse e njoh shumë mirë artin kinez, jo vetëm që nëpërmjet botimeve që unë mora në atë kohë, por edhe leksione që kam dhënë për artin kinez. Ajo që më bën përshtypje është që politika mbështetëse e shtetit kinez ndaj artistëve, ndaj këtyre artistëve, e cila ka të bëjë me
i le të lirë artistin, mund të jetë pjesë e organizimit shtetëror, pra e mbështetjes shtetërore, por edhe artistët e lirë. Pra, në aspektin e krijimtarisë artistike, krijuesi në kinë është i lirë, të paktën në perceptimin tim dhe aq sa njohun. Ka pas raste që kam qenë dhe me artistë tjerë nga bota, evropian, dhe kam parë që atë kujdes që kanë ato dhe atë filozofi që artin kinez, që është një art tashmë që përveç artit tradicional, është një art shumë modern, është një art shumë konceptual, është një art që konkuron tashmë gjësisht me shumë vende tjera të botës, më të përparuar që aplikojnë artet më të fundit bashkëkohore. Sigurisht që arti kinez është i ka marrë dhe një zhvillim të madh, mjafton të themi vetëm tregu i artit kinez është rrit fuqishëm dhe është me miliona, kështu që tregon që arti i këtij vendi të madh, me atë filozofi dhe me atë shkolla që ato kanë, sepse unë kam qenë edhe në Akademinë e Arteve të Pekinit, edhe në Galerinë e Shangajt, dhe kam parë që konceptin e tyre, atë, si të themi, mënyrën përqasjen, se si ata janë afruar shumë trendeve të kohës dhe aktuale të artit modern dhe bashkëkohor. Dhe ky lulëzimi i artit kinez padyshim vjen edhe për faktin që investohet për artin dhe kulturën, shikohet si një prioritet. Sigurisht që ato, thash, unë e kam parë këtë, unë kam vizituar dhe studio artistësh në Kinë, ato kanë qytetin e famshëm Pekin që kanë bërë atë qytetin e artit. Pra, artisti... Një zonë industriale? Po, e kthyer në një ish industri ushtarake, në një hapësirë të mrekullueshme për artistët, të çdo lloj mënyre. E kanë tashmë konceptin e kanë shumë të qartë. Arti është duhet lënë i lirë dhe duhet vazhdoj të provoj dhe promovoj ato ide të artistëve dhe shqetësimet që kanë artistët kinez në raport edhe me mjedisin e vendit, por edhe me Europën dhe me botën. Një artist i famshëm kinez si Liu Ruang, që ka ekspozuar në shumë vende të Europës, ka prezantuar dhe vendosur një vepër mjaft interesante, ujqit në Malsinë e Madhe, në rotondë në Aksin Nacional. Ai është i famshëm, ai ka fituar dhe çmime dhe është një artist shumë i famshëm dhe ajo është një nga veprat më që quhet si një nga veprat më risi që dhe u propagandua dhe u cilësua si artisti një viti, nuk e di se nuk e mbaj mend mirë, por fitoi në konkurs art në hapësirat publike. Dhe është një vepër shumë interesante. Çfarë sjell shkëmbimi i artistëve? Është një urë bashkëpunimi dhe lidhje mes vendeve dhe popujve? Sigurisht që ne do të kemi parasysh një gjë që ne me Kinën kemi disa lidhje të vjetra, pavarësisht nga se si shkojnë politikat, realisht ne që jemi njerëz të artit e kuptojmë shumë mirë kur kontraktojmë me artist kinez. Mund të them një gjë shumë interesante që kur po vizitoja në Akademinë e Arteve të Pekinit, vizituam isha shumë interesuar për atë studion e grafikës dhe futemi këtë studio grafikës në sa dhe madhe, një gjë e mrekullueshme, dhe atje po punonin disa studentë dhe një pedagog. Dhe kur u afrova më afër, përkthyesi thotë që ky është drejtori i Galerisë i Shqipërisë dhe ai ndeti një moment, më pa në një moment që më pa më hodhi syt, po shifte dhe pastaj tha, "Çam thuaj?" U kthye atij, tha, përkthyesit kinezit, tha, "Çam thuaj?" Thotë, "Këto janë vëllezërit tonë, ky është vllai jon." Pra, më bëri përshtypje mënyra se si ai e komportoi dhe e mori këtë mesazh që po i vinte një njeri i cili nga shumë larg, nga një vend i vogël, dhe ai e quajti vllain e vet. Pra, kjo ishte një shpirt i pastër, një emocion i drejt për drejt, ku një njeri i cili është në punën e vet, po prit të sheh një gjë që i afrohet një njeri shumë i afërt. Dhe kjo më ka bërë përshtypje dhe e ruaj këtë si një lloj gjëje të cilën ja them dhe miqve të mi, që nuk më ka ndodhur në vende të tjera kur kam shkuar. Puna më ka bërë që të jem në shumë vende, të shkoj në shumë vende, por kjo mënyrë se si u përcoll, se si ballafaqoheshim me njëri tjetrin ishte shumë pozitive. Puna krijuese si artist dhe drejtuese, pse jo? Po edhe drejtuese i institucioneve kulturore më ka bërë që të udhtoj shumë shpesh
Sigurisht që në vende të ndryshme, me koncepte të ndryshme, me zhvillime të ndryshme, por ajo që përmenda dhe ajo se si ne ndjehemi në këtë vend është shumë emocionale dhe shumë e brëndshme. Thash sepse ne kemi një misi të vjetër, është një misi e cila ka buruar nga shumë faktorë dhe sigurisht që ndjejmë afër këtë popull, këtë vend, pikërisht për këto ndjesi që këto nganjëherë njerëzit lidhen më shumë se sa lidhet politika me njëri tjetrën. Është realiteti që ndodh në mjedisin popullor është krejt ndryshe nga ajo që ndodh në mjedisin politik. Dhe unë këta e kam kuptuar shpeshherë dhe sa herë që edhe po të mbi raste të shkojnë kino, shkojnë me kënaqësi të madhe. Ju e një autori i shumë ekspozitave personale dhe kolektive. Prezentorin çdo vit përpara ardhësve shqiptar dhe në vende të ndryshme europiane. A keni menduar, a keni një projekt që një ditë shfaqeni përpara ardhësit kinez me një ekspozitë? Sigurisht që pyetëm do ta donte që në një vend si Kina, në një vend ku zhvillimi është shumë i madh, që të çosh veprat jo vetëm në Kinë, por edhe në çdo vend tjetër të botës, por në Kinë sigurisht është sepse unë e thash dhe këtë i them me ndjesi shumë njerëzore, ke një dashuri shumë të madhe dhe pritet shumë mirë edhe nga artistë. Unë kam takuar dhe artistë kinez këtu. Dhe menjëherë ata me ne sikur i thith një magnet. Ka një kimi. Ka kimi, po ajo është magneti që menjëherë i thith dhe menjëherë qoftë edhe për Alfredin, Gjigjen, edhe për Elidonin dhe për të tjerë artistë që shkojnë edhe si kanë qenë aty, që i kanë ndihmuar ata, sigurisht kanë thënë që vërtet ndihen shumë mirë dhe shumë pozitivisht marrëdhënie me krijuesit kinezë, me institucionet që merren me artin, me kulturën. Abbas Hado ka qenë drejtor i Galerisë Kombëtare të Arteve, drejtor i Galerisë së Artit Tiranë, zëvendës ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe nënkryetar i Bashkisë së Tiranës. Ai është profesor i historisë së artit dhe komunikimit dhe mban titullin doktor i shkencave për artet.